Mesha e kësaj të diele për besimtarët katolik të Bajzës në Malësi të Madhe ishte e veçantë, pasi u mbajt në kishën e sapo përfunduar pas rikonstruksionit, e cila u shëgurua nga arqipefshki i Shkodrës, Imzot Gjovani Peragjine. Besimtarë të shumtë kishin ardhur për të bërë dëshmitar të këtij eventi të rëndësishëm, që përkon edhe me 200 vjetorin e kësaj kishe, siç e kujtoi famultari At Kristian Camaj. Atë në sparit mirë se këni ardhë, falenderoj që këni ardhë me ma pjesën në festën tonë, festën e famullisë e Shën Pjetri dhe Shën Palit në Bajzë, me rastin e 200 vjetorit të themelimit të kësaj famullie, cila është themeluar në vitin 1825, dhe me thanë para 200 vjetëve. Në këtë rast këna bale renovimin e kishës tonë, me donatorët të provincën franceskane tonë në Shqiptare, edhe diasporën Kanada, Detroit dhe New York. Gjithi falenderoj që kanë kontribuar që kjo kishë të marrë këtë pamje që sot e ka. Është një atmosferë gëzimit, besimtarë janë të gëzuar për këtë arritje që gjithë bashkë këtë këne arritje. Falenderojmë Zotin për çdo të mirë që na ka dhënë. Atëherë në mesazhi im është që gjithë ta lutim Zotin të punojmë për paqen në vendin tonë, për paqen në botë e për të mirën e përbashkët. Urime të gjithëve me zemër të mirë. Mesha u celebrua nga Imzot Peragjine, i cili, pasi falenderoi të gjithë ata që kontribuan për rikonstruksionin e kishës, u ndal tek misteri i Krishtlindjes. Ndër kontribuesit kryesorë në mbledhjen e fondeve për rikonstruksionin e kësaj kishe, ishte edhe shoqata Kastrati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mi lutën që erdë dita që Kastrati ta ketë kishën e saj të re. Kjo është një ditë e madhe, festët. Kjo është një nderim i madh ndaj Zotit, por nderim ndaj të parëve. Në parëve tonë, emrit madh Kastratit, dhe unë jam shumë i lumtur dhe uroj këtij familje Bajzës, këtij Malësinë e Madhe për këtë vepër që ta gëzojnë për brez mos brezit. Tek Shuma ka një angazhim mallor i gjithë komunitetit Kastratas në Amerikë, kjo në Michigan, në New York, në Boston, në Toronto dhe në shtete tjera. Kanë qenë rreth 300 donatorë. Shuma ka qenë mbi 200.000 dollar. Jam i bindur se kjo shumë nuk ka qenë mjaftueshme për të mbuluar gjitha shpenzimet e rindërtimit të kishës brenda dhe jashtë, por jam dini që edhe provinca e Shkodrës ka ndihmuar me fonde tjera dhe erdhë të ditë që ne ta gëzojmë gjithë bashkë. Për urimi i kishës së rikonstruktuar të Bajzës, krahas shëgurimit dhe meshës, u shoqërua dhe me aktivitete të tjera, duke kthyer këtë ditë në një festë për të gjithë banorët e zonës.